Pse nuk duhet të konsumoni çokoladë para gjumit? Nëse keni probleme me gjumin, mund të jetë si shkak i një ushqimi të cilën mund ta keni ngrënë para gjumit që përmban kafeinë. Kafeina është një stimulues që gjendet në kafe, çaj dhe pije energjike të njohura për aftësinë e saj për të mbajtur vigjilent dhe duke stimuluar trurin dhe sistemin nervor. Autoritetet shëndetësore britanike rekomandojnë shmangjen e stimuluesve të tillë të paktën 2 orë para gjumit për shkak të efekteve të tyre që nxisin zgjimin. Megjithatë, pasi kafeina mund të qëndrojë në trup deri në 5 orë, mund të jetë e mençur të shmangni atë përpara se të planifikoni të flini. Ky snak është i pranishëm në shumë ushqime dhe pije, kështu që i rishikoni ato. Llojet e çokoladës që përmbajnë nivele të ndryshme të kafeinës duhet të evitohen përpara gjumit. Në vend të çokoladave me kafeinë, mund të zgjidhni çokoladët me përmbajtje mbi 70 deri në 90% kakao për një gjumë më cilësor dhe më komod.